Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë përmetjet deklaroi se rinumërimi i votave është kërkesë e kandidatëve, të cilët po mbështeten nga Partia Demokratike, megjithëse kjo nuk është një kërkesë kryesore e partisë. Ai shtoi se Partia Demokratike fokusohet kryesisht te legitimiteti i zgjedhjeve dhe se kamrat kanë zbuluar në mënyrë të përsëritur manipulimet, për cilët përdorin dhe termin treni bullgar. Berisha theksoi se vota sipas PD-s ka vdekur pa hyrë në kuti dhe se partia kërkon plotësimin e kërkesave të kandidatëve që kanë pretendime duke mbështetur me forcë transparencën në proces. Masa elektorale e 11 maj 2025 kishte si një nga tiparet më kardinale rolin përcaktues të karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Berisha paralajmëroi sot se nesër do të bëjë publike një tjetër lajm të rëndësishëm në kuadër të asaj që e quhen si zbarrjen e manipulimeve të mëdha të zgjedhjeve të 11 majit nga ana e magjerancës.